të Infodes, mirë se po takomi edhe sonte. Fillimisht do të njohim me titull kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Presidentja e vendit po qëndron në Turqi atje në forumin diplomatik. Ajo pati një reagim pasi që mbrëmë patëm një njohje nga Sudani, një njohje e re e Republikës së Kosovës, pasuar nga jo e Kenes, e ndërkaq patëm edhe porosi nga Kaja Kallase, krye diplomatja europiane, e cila thë se dialogu Kosovë-Serbi nuk është në rrugën e duhur. E ndërkaq sot është dita e të mbijetuarve të dhunës së fundit në Kosovë, ku do të kemi edhe një prononcim në lidhur me këtë çështje. Tensione ndërmjet partive politike nuk ka, mirë po nesër pritet që të mbahet seanca për formimin e qeverisë së vendit, ndërkaq nga lista serbe nuk pati asnjë deklarim në lidhje sa do të votojë ose jo lëvizjen me vendosje për formimin e qeverisë, pra teksa sot po vazhdon në regjistrimi si deputet, nuk patëm ndonjë deklarim, ndërkaq kryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë dhe mbijetesës Nenad Raqić tha se nuk pret që do të ketë vota për formimin e qeverisë. Për këto edhe më shumë detaje, do t'ju lë të njemi blokun e përgatitur nga bloku i lajmeve të deskut të DTV Medias. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Kuran Murati, ka nënshkruar sot marrëveshjen e grantit në vlerë 5 milion euro, së bashku me drejtorin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe përfaqësuesin e kompanisë rajonale të ujësjellësit Mitrovica. Sipas MF-s, ky grant është pjesë e projektit për zhvillimin e infrastrukturës së ujrave të zeza në rajonin e Mitrovicës dhe parashën ndërtimin e një impanti modern për trajtimin e ujrave të zeza, si dhe rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit ekzistues në komunën e Mitrovicës dhe Vushtres, përfshi dhe zonat përreth. Projekti do të përmirësojë ndjeshëm kushtet e jetesës, duke reduktuar ndjeshëm ndotjen mjedisore dhe duke kontribuar në mbrojtjen e burimeve ujore lokale nga shkarkimet e ujrave të zeza të patrajtuara. Deri më tani vlera totale e financimit për këtë projekt arrin në 38 milion euro, ku granti prej 5 milion euro është siguruar si rezultat i aplikimit të suksesshëm të Kosovës në kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Kjo marrëveshje është dëshmi e përkushtimit për zhvillim të qëndrueshëm, mbrojtje të mjedisit dhe garantim të shërbimeve cilësore për qytetarët, thuhet në komunikat. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergem Lushtaku, ka konfirmuar se PDK nuk do të marrë pjesë në votimin për formimin e qeverisë së re, nëse nuk arrihet një zgjidhje e qëndrueshme. Sipas tij, kjo nuk kupton që kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza. Sigurisht që qëndrimet e mia janë edhe ato të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk do të marrim pjesë në votim derisa nuk kemi një zgjedhje të qëndrueshme për Kosovën. Dhe sigurisht që zgjedhja e qëndrueshme për Kosovën është zgjedhja e kryeministit Bedri Hamza si udhëheqësi i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe me të besoj që do të krijohet edhe stabiliteti edhe qëndrueshmëria në vend. Sigurisht ne i bëjmë thirrje edhe individuale, por edhe publike, por sigurisht që ka edhe takime të ndryshme me partitë politike që t'i bëjmë thirrje që të ketë një qëndrueshmëri në premtimet që kam bë sa i përket mos zgjedhjes së kryeministit Kurti apo mos dhënie mundësisë së Kurtit të re në Kosovë. Sigurisht që në këtë pjesë do të shihet nesër se si do të veprojmë. Nuk keni dekordim, me që kam bit me u pa nesër kjo gjë. Sigurisht nuk ka asnjë dekordim konkret, por besoj që mbetet në qëndrueshmërinë dhe premtimet publike që kam bërë. Besoj që e kam bërë të qartë Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi pozitën që na ka besuar edhe qytetari i vendit në mundësinë e dytë të formimit të qeverisë. Atëherë besoj që ne qëndrojmë në premtimet e tona. PDK vazhdon të mbajë qëndrimet e tyre të dhëna në fushat për sa i përket formimit të qeverisë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bek Berisha, ka shprehur skepticizëm lidhur me formimin e një qeverie të re, ndërsa ka theksuar se kuvendi do duhet të ishte konstituar tashmë. Në një deklaratë për media, Berisha u shpreh se AK ka qëndrime të qarta për një qeverisje të ardhshme të opozitës. Sa i përket bashkëpunimit me nismën social-demokrate, ai tha se kishte besuar në koalicionin me ta dhe me ndërtimin e një alternative
iniciative opozitare për qeverisje. Pa se dim du të mu taku herë me deputete me këshyrë, me bodet. Po pse insistoni me parashiku sanet, ati me ditë për para jo. Jemi të interesum nëse po bëhet qeveria e re apo jo? Qeveria s'ma merr mendja, po kuvendin ishtë dashur me konstituve se. Pse po thuaj që s'bëhet qeveria? Po bëhet e opozicë. Na i kem qëndrimet tona qarta për një qeverisje të opozitës. A keni bisedu me nismen, a janë edhe ata pro? Ja, vallaj, s'kam bisedu me ta, se otu ju dheq bisedimet i kështë tjetër. Unë e koalicionin me nismen, kam besu që do t'jeti frytshëm, edhe kam besu në ato fjalë që i kemi folë, që dojmë me bo një qeverisje të opozitës edhe me këthy përsmari Kosovën. Edhe kam besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Na është ashtë thy, po të shojmë njerë. A i shtoj se pas konstituimit, AK do të punoj për krijimin e një qeverie nga opozita, në rast se pozita nuk arrin ta krijoj shumicën. Po se dim du të mu taku herë me deputete me këshyrë, me bodet. Po qysh janë peshmi? Po pse insistoni me parashiku sanet, ati me ditë për para jo. Jemi të interesum nëse po bëhet qeveria e re apo jo? Qeveria s'ma merr mendja, po kuvendin ishtë dashur me konstituve se. Pse po thuaj që s'bëhet qeveria? Po bëhet e opozicë. Na i kem qëndrimet tona qarta për një qeverisje të opozitës. A keni bisedu me nismen, a janë edhe ata pro? Ja, vallaj, s'kam bisedu me ta, se otu ju dheq bisedimet i kështë tjetër. Unë e koalicionin me nismen, kam besu që do t'jeti frytshëm, edhe kam besu në ato fjalë që i kemi folë, që dojmë me bo një qeverisje të opozitës edhe me këthy përsmari Kosovën. Edhe kam besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Na është ashtë thy, po të shojmë njerë. Haradinaj u shprej zhgënjyer duke quajtur ndarjen nga opozita të turpshme. S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu. Pozicionimi ti hershëm e ka bo edhe më të vështirë, ka qenë i parakoshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme, për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja atyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. Praktik, pra asnjëherë kemi pengu konstituimin e kuvendit, edhe këte nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra, kjo është princip, sikur që e dini, janë votu dhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesha, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të kuvendit, nuk e dim që do t'jetë emri kush do t'jetë, ju të regova që është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shku në gjithë vendin, kemi kërku votë për ndryshim, edhe me u sjell në mënyrë të këtij beshani nuk është në rregull. Vetëvendosjen kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Tani nëse ndahet Limaj është më vështirë, po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismes ende nuk ka një shumicë vetëvendosje, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. Sa i përket qëndrimit ndaj lëvizjes vetëvendosje, Haradinaj ishte i prerë. Ministri në detyrë por komunitete dhe kthim Nenad Rashiq është shprehur se nuk është optimist se nesër do të formohet edhe qeveria e re. Pas përfundimit të procedurave të regjistrimit si deputat, ai ka theksuar se partia që ka fituar shumicën e votave është më mirë të formojë qeverinë. Sipas tij, çdo opsion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin. Po, nëse ka ndonjë propozim i cili është arsyeshëm, sikur që dini ju, rregullat thonë që tregojnë se partia më e madhe, ose në këtë rast vetëvendosja, ka drejtën e propozimit të kryeparlamentarit, prandaj nuk e shoh ndonjë problem aty në atë aspekt. Jam besimtar të krijimin e një qeveri me të cilin partia më e madhe, sikur që prapë po them, kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet se partia politike e cila e ka marrë pothuajse gjysmën e ulëseve të cilët takojnë Komunitetin Shqiptar, normalisht që adresa është adresa e duhur për krijimin e institucioneve. Rashiq u shpreh skeptik për mundësinë që nesër të ketë votim për formimin e qeverisë së re. Nuk jam optimist që do të votojmë nesër për qeveri. Është proces i gjatë. Nuk është hera e parë që mund të ndodhë një ngjerç të shkurt. Ju rikujtoj se 2014
mos gëbosh, kemi pas një situatë e tillë, atëherë poshtë kam qenë deputet, por u zgjidh, pas 2-3 muaj u zgjidh ajo krizë dhe në këtë rast po konsideroj që varianta më e mirë do të ishte që partia më e madhe që të formon qeverinë, sepse çdo opcion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin, qoftë demokratizimin, qoftë udhëheqjen qeveritare, qoftë, si më thon, afrimit të Kosovës drejt BE-s. Prandaj opsioni më i mirë në këtë moment është normalisht që partia më e madhe që ta marrë jo pushtet në shtunë formën e thatë, por një përgjegjësi kishte thonë për udhëheqjen. Ai shtoi se shantazhet ndaj tij dhe bashkëpunëtorëve të tij janë që nga viti 2013 nga BIA dhe policia serbe. Forca e sigurisë së Kosovës ende nuk ka një bazë ajrore ushtarake. Anipse toka ish aeroportit Gjakovës është pronë e FSK-s dhe në rast mund të përdoret si bazë, Kosova prap nuk ka një aviacion ushtarak. Blerjet e armatimeve për ushtrinë e Kosovës, ku përfshihet dhe helikopteri, duket që po e pengojnë Rusinë. Përfaqësuesi i Rusisë në OKB, Vasilij Nebenzia, i cili në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të mbajtur javën e kaluar, përveç dezinformatave tjera rreth Kosovës, ka përmendur dhe planet e vendit tonë për të blerë helikopter. E derisa në Kosovë ekspertët e sigurisë kanë mendime të ndryshme sa i përket periudhës së ndërtimit të bazave ajrore. Në Ministrinë e Mbrojtjes i kanë thënë se po planifikojnë që deri në vitin 2028 të ndërtojnë kapacitetet ajrore të FSK-s. Sipas drejtorit të Oktopus, Arben Fetoshi, edhe pse Kosova është në nëmbrellën e NATO-s, kurdo që do të vijë mundësia që ky mision të largohet nga Kosova, FSK duhet kompletuar mbrojtjen ushtarake ajrore. Në qoftë se i referohemi asaj që po ndodh aktualisht me konfliktet moderne, kur sulmet ajrore dhe sulmet përmes dronëve janë kthyer në element kyç, sa i përket konflikteve të sotme, pa diskutim që është shumë e rëndësishme që Kosova të fillojë ngritjen e kapaciteteve të bazave të veta ajrore, e në këtë kuptim krijimi i një baze ajrore do të ishte hapi i parë, i cili do t'i mundsonte Kosovës kompletimin e infrastrukturës së saj mbrojtëse, pavarësisht që tashmë ne jemi në ombrellën e NATO-s nëpërmjet misionit të KFOR-it, mirë po kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të zhvillojmë kapacitetet tona mbrojtëse duke i kompletu ato edhe me mbrojtjen ushtarake ajrore. E në këtë kuptim një bazë ajrore, pavarësisht që mbrojtja ajrore aktualisht e Kosovës garantohet prej misionit të KFOR-it, në të ardhmen një koordinim më i mirë me misionin e KFOR-it dhe kurdo që eventualisht do të krijohen rrethanat për largimin e këtij misioni nga Kosova, Kosova do duhet të kishte të kompletuara kapacitetet e saj mbrojtëse. Ndërsa eksperti i sigurisë Avni Islami ka shtuar se gjatë luftës së fundit në vend, brenda territorit të Kosovës, por dhe Serbisë, bombardimet kanë ardhur nga bazat ushtarake në avionet e Italisë e Turqisë. Sipas Islamit, Kosova për momentin duhet përqendruar kryesisht në pajisjet ushtarake në vendmbrojtje dhe në një të ardhme të afërt të kompletohet dhe baza ushtarake ajrore. E nga Ministria e Mbrojtjes në një përgjigje me shkrim kanë thënë se sapo të ndërtohet kapaciteti i flotës ajrore, ish aeroporti i Gjakovës mund të përdoret për qëllime të tilla.